Të menduarit algoritmik është diçka që mungon te trit sot. Çfarë aftësie ose skills ke që më fokusu ma shumë rënë janë? Të menduarit algoritmik, që i bjen që me ditë me mendu qysh me zgjedh një problem prej një pike deri me një pikë sa ma shpejt edhe sa ma lirë. Të menduarit algoritmik është diçka që mungon te trit sot, se në mësu me zgjedh probleme veç një copë, po është mirë me zgjedh një problem pak ma gjatë prej fillimit deri në fund, tu e gjetë një rrugë ma të shkurtë dhe ma të lirë dhe ma të mirë. Një sen tjetër që trive ju kisha thonë më fokusu është me mujt me mësu sa ma shumë sociologji, filozofi. Në botën e AI-t kanë mu vlerësu shumë njerëzit që din me u shpreh, që din me artikulu një mendim, që din me artikulu një problemin si koncept. Se që ata njerëz për shembull edhe kanë me marrë rezultate shumë ma të mira për inteligjencës artificiale, ti varësisht që po din me shpreh një prompt, ti po e ki rezultatin shumë ma të mirë se dikush që s'po din edhe me shpreh ato që po e don. Çto dy sene i kisha thonë trive me u koncentru në për takime kur ki pun me investitor, me klient, me partner potencial, shumë vlerësohet një person që din me artikulu produktin e vet, problemin e vet, ofertën e vete ose kërkesën.